Përshëndetje dhe mirë se vini në sezonin e dytë, episodi i parë i podcastit Safe Cons. Ky podcast shkon drejt për drejt tek konsumatori në të gjitha problematikat e tij dhe realizohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Aktualisht, një projekt që po zbatohet nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me antark me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Sot do të flasim për një temë shumë interesante, përkatësisht edukimin financiar. Çdo ditë në media dëgjojmë lajme të ndryshme që lidhen me edukimin financiar. Qytetarë të cilët marrin kredi me interesa të larta apo jo, për cilën kanë borxhe shumë të larta, apo gjithashtu konsumatorë të cilët blejnë online dhe nuk kanë informacion në lidhje me sigurinë e pagesave. Një tjetër çështje shumë e diskutueshme sot është dhe bursa. A njohin shqiptarët këtë term? A investojnë shqiptarët në bursa? Jam shumë e nderuar që të kem në këtë bisedë informale zotin Artan Gjergji, i ftuari i radhës, bashkëthemeluesi i FIP.al. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta Ersita dhe është kënaqësi bashkëpunimi me ju për herë. Faleminderit shumë. Edukimi financiar është një element shumë i rëndësishëm në jetën e përditshme, i cili në fakt duhet të fillojë që në fëmijëri. Të gjithë ne, si shqiptar pothuajse mendojmë që edukimi financiar lidhet vetëm me paran. Pra, si mund të kursejmë dhe si mund të ruajmë sa më shumë para. Por nga ana tjetër, të gjithë jemi në dilemë nëse këto para duhet i mbajmë në shtëpi, duhet i depozitojmë nëpër banka apo duhet të investojmë. Për ta nisur bisedën zoti Gjergji, nga ajo që është themeli, çfarë është edukimi financiar në një mënyrë sa më të qartë dhe më të thjeshtë për publikun, dhe është i rëndësishëm në fakt edukimi financiar për një konsumator të zakonshëm. Rahat parë faleminderit për ftesën. Faleminderit. Është kënaqësi gjithmonë të flasësh për tema që prekin publikun direkt, xhepin, konsumatorin. Unë shpesh u them edhe studentëve, jo domosdoshmërisht duhet të jesh ekonomist që të kesh një uri mbi financat, sepse financat dhe vetë terminologjia e ekonomistë do të thotë menaxhim i familjes, menaxhimi i atyre burimeve që ti ke në dispozicion. Kështu që kushdo duhet të jetë ekonomist në të mundësinë e menaxhimit të xhepit, të buxheteve familjare. Edukimi financiar është një koncept i gjerë që ka të bëjë kryesisht me një proces. Pra nuk është thjesht domosdoshmërisht një koncept më vetë, është një proces që ka të bëjë me informimin, me njohurinë që duhet të ketë një individ për të parashikuar të gjithë riskjet, të gjithë informacionet, të gjithë komponentët që i duhen për të menaxhuar më mirë të ardhurat dhe shpenzimet e tij. Pra është një proces i plot ku bazohet tek njohuritë, pra duhet të jesh i informuar, duhet të njohësh, të kuptosh produktet financiare, të lexosh financiare, të lexosh, apo të informohesh dhe pastaj të arrish të ndash riskjet ku duhet të hysh e ku nuk duhet të hysh, sepse ka elemente të ndryshëm të riskut që na përfshin. Jo të gjithë mund të përqafojmë disa lloj, për shembull përmendet bursën. Jo të gjithë duhet shkojnë në bursë, sepse është një element që kërkon një nivel të caktuar ekspertize. Por ama të gjithë duhet dinë që është kredia, të gjithë duhet dinë që janë komisionet e kartave bankare, si mund të paguhet, duhet të dinë kostot që asociohen me pagesat online, me shërbimet e ndryshme që ne marrim në përditshmërinë tonë. Kështu që edukimi financiar është një proces. Një tjetër element që përmendet në këtë lloj lëmie është koncepti i përfshirjes financiare, i cili është pak më ndryshe. Përfshirja financiare ka të bëjë me produktet që ti ke në dispozicion pra ti mund të jesh një informuar, e njeh shumë mirë bursën, por në Shqipëri nuk ka një bursë të zhvilluar që ta përdorësh. Pra, ofrimi nga tregu i këtyre lloj produkte, sa më shumë produkte financiare, sa më shumë alternativa një investitor apo një qytetar apo një konsumator të ketë përpara, aq më shumë është i përfshirë financiarisht në një ekosistem të plot. Kështu që të dyja nuk shkojnë pa njëra tjetrën. Pra, imagjinoni një treg ku ka shumë produkte financiare, por qytetarët janë të painformuar, të paedukuar financiarisht dhe nuk i përdorin. Imagjinoni një treg tjetër ku njerëzit janë shumë të edukuar, e njohin shumë mirë pjesën financiare, në anën tjetër nuk kanë alternativa që t'i përdorin, siç i shohin në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në vende të Bashkimit Evropian, ku janë vende edhe tregje të zhvilluara. Kështu që janë dy elementë që janë shumë të rëndësishëm. Pra nuk mjafton vetëm njëri, nuk mjafton vetëm edukimi financiar, por duhet edhe përfshirja financiare. Pra duhet nga ana tjetër që edhe tregu, edhe operatorët për shkak të konkurrencës me njëri tjetrin, t'i ofrojnë sa më shumë alternativa qytetarit. Në fakt është shumë interesante terminologjia që përdoret dhe termi që përfshin bashkë me edukimin financiar, që është pikërisht përfshirja financiare. Realisht
a janë të përfshirë financiarisht qytetarët shqiptar, konsumatorët, sepse pavarësisht se ky podcast është i tillë i adresohet në fakt dhe shkon drejt për drejt jo vetëm tek konsumatorët, por edhe tek qytetarët në tërësi, por edhe tek bizneset, nëse mund t'i ndihmojnë. Absolutisht, sepse edhe biznesi ka nevojë për edukim financiar. Patjetër. Sepse janë qytetarë të këtij vendi, janë të përfshirë, janë të në procese të tjera janë konsumatorë. Sepse çdo gjë në jetën tonë është një transakcion. Pra, edhe marrëdhënia ndër veprime dhe kjo që ne po bëjmë këtu me njëri tjetrin është një transakcion, sepse çfarë bëjmë? Secili nga ne kushton, ofron kohën e tij të lirë, ofron dijen e tij për një publik që është në anën tjetër të kërkesës. Kështu që gjithmonë ndërveprojnë dhe operatorët janë domosdoshmërisht në interaktivitet me njëri tjetrin. A është Shqipëria në këtë nivel? Unë do thoja që ne cedojmë në të dy komponentët, pra si në aspektin e edukimit financiar, por kjo nuk është një gjë e veçantë. Mos harrojmë që edhe vendet e zhvilluara kanë probleme me edukimin financiar. Dhe kjo vjen jo për shkak të paaftësisë apo pamundësive të tyre për t'u edukuar, po vjen për shkak të një tjetër komponenti që është teknologjia. Teknologjia në vendet e zhvilluara evoluon aq shpejt sa edhe sado informuar ti je, sado të përpiqesh ta ndjekësh, nuk e ndjek dot. Sot bota flet për kompjuterat quantum, flet për arritjen e hënë apo përdorimin e galaktikave të tjera, inteligjenca artificiale po ashtu, ndërkohë që ne jemi akoma tek produktet e tjera bazike. Pra, edukimi financiar është sipas çdo vendi dhe sipas zhvillimit psikosocial, ekonomiko, shoqëror të çdo vendi. Do të tradita, kultura. Absolutisht, tradita e shumë gjëra, por gjithkund në çdo vend ka nevojë për edukim financiar. Kështu që në këtë aspekt shqiptarët s'kan se ndjen më inferior krahasuar me ndoshta bashkëqytetarët e Bashkimit Evropian. Pra dhe ata në kontekstin e tyre kanë nevoja për edukim financiar. Sa i përket përfshirjes financiare pastaj, po Shqipëria unë mendoj që është shumë mbrapa nivelit caktuar, që vjen për disa lloje arsyesh, pra nuk është se kemi shumë alternativa të ofruar për qytetarin, unë mendoj, pavarësisht raporteve zyrtare që thonë që kemi indeks të mirë të konkurrencës me institucione financiare, unë mendoj që në Shqipëri nuk ka një konkurrencë të mirë fillt. Nuk mendoj që është oligopol, pra nuk mendoj që ka një marrëveshje mes institucioneve financiare për të rritur kostot e shërbimit financiar për qytetarin. Pra nuk e mendoj këtë. Por ama, në anën tjetër, unë mendoj që janë mjaftueshëm të kënaqur operatorë financiarë me fitimin që nxjerrin nga ky treg i vogël, sa nuk kanë atë incentivën për të prodhuar produkte të reja, për të ofruar shërbime të reja, për të konkuruar me njëri tjetrin. Janë të kënaqur me atë copën e tortës që kanë marrë nga tregu, me atë pjesën e fitimit që marrin nga tregu dhe nuk eksplorojnë, sepse edhe në aspektin e biznesit të nxjerrësh një produkt të ri financiar, do të thotë eksplorosh, të marrësh risk me vete. Pra nxjerrësh një kartë të re, të nxjerrësh një lloj të re kredie, të krijosh një fond të rinvestimi të dedikuar për një segment të caktuar njerëzor. Pra të gjitha rastet, unë nuk shoh shumë produkte financiare në Shqipëri, krahasuar me vendet e tjera zhvilluara. Ka dhe mungesë infrastrukture, për shembull bursa mungon, është po që ka nevojë për u zhvilluar, ka mungesë suporti nga shteti në element caktuar të zhvillimit të financiare. E një seri komponentesh, kështu që sa i përket përfshirjes financiare, pavarësisht duhet thënë, disa lloj përpjekjeve që janë bërë nga Banka e Shqipërisë, duke filluar që ke ai ligji i famshëm që e bëri me detyrim hapi një llogarie bankare, sepse ne nuk kishim popull i bankizuar, nëse mund të them kështu, pra që kishim një llogari bankare, kryesisht kjo vinte për shkak të kostove që kishte hapja një kështu. Doli një ligj që pak një grup, një segment i caktuar marginalizuar, që janë pensionistët apo studentët e tjerë, ti kanë pak kosto, banka ka me detyrim t'u hap llogarinë, sepse nesër pas nesër ajo llogari do lidhet me pensionet, llogaritë me një bursë, llogaritë me çdo lloj shërbimi apo lloj transaksioni që secili prej nesh bën në. Kështu që pavarësisht përpjekjeve që ka bërë Banka e Shqipërisë në këtë drejtim, deri diku zhvillimi i teknologjisë informacionit, kemi disa lloj institucione të reja në treg sot që në një farë mënyrë mendoj unë kanë zgjuar nga gjumi bankat, këto institucionet mikrofinanciare apo institucionet e pagesa elektronike, të cilat çfarë kanë bërë në një farë mënyrë ofrojnë pak a shumë të njëjtat shërbime si bankat, flasim pak në këto operacionale që i përdor masa, pagesat e mëra, ndërkohë që kanë shumë pak kosto se sa bankat dhe janë më fleksible, si përdorin aplikacione, përdorin për telefona, dhe kjo ka arritur një farë mase konkurrencën në ofrimin të shërbime, ndërkohë që bankat për shkak të ligjit kanë atë, si me thonë, një atribut të veçantë që është kredia, që nuk e kanë të tjera, që pastaj u jep një supermaci në tregun financiar. Gjithsesi dhe kjo është pak e diskutueshme, por japin këto kredit shumë të mëdha që shkojnë drejt bizneseve. Duam, vazhdojnë biznese si përmarrjet e mëdha, nuk ka ku shkojnë tjetër, përveç se ti drejtojnë nëpër banka për të gjeneruar kapitale në nivele që u duhen. Nëse do kishim tre kapitalësh, një bursë të zhvilluar siç është në vendet e Bashkimit Evropian, normalisht në sytë e një korporate, në sytë e një
biznesi të madh do ishte dy alternativa, ose kredia bankare, po mund të shisë edhe aksione në bursë dhe gjeneroj përsëri fonde për të bërë investimet e tua. Në fakt, kur e nisëm këtë podcast në përkufizimin ose le të themi në perceptimin që ju po jepni në tërësi për edukimin financiar, sqaruam që realisht menaxhimi i paras lidhet me shumë aspekte që nga jeta e përditshme. Cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë konsumatorët shqiptar në menaxhimin e financave personale, gjithmonë në gjykimin tuaj? Apo nuk bëjmë fare gabime? Jo, nuk do i quaja gabime, po mendoj janë reflekset kushtëzuara do i quaja. Që vinë nga statusi shoqëror që ka secili. Pra, për shembull, po të bësh një analizë të konsumatorëve shqiptar, gjithmonë në marrëdhënie me shërbime financiare, se unë aty jam ekspert. Do shohësh dy lloj tipologjish konsumatorë. Do shohësh konsumatorë janë shumë konservator, pra mund t'i shpjegosh çfarë lloj të duash, çfarë lloj produkti financiar, duan të rrinë larg shërbime financiare, duan të rrinë larg banka, nuk duan të marrin kurrë kredi, etj. Në anën tjetër ke një sër operatë kryesisht të ri, pra këta që janë përqafojnë më tepër teknologjinë, sepse do të kuptojmë që zhvillimi i teknologjisë së informacionit ka sjellë super zhvillim për shërbime financiare. Pra i ka bërë më lehtësisht të aksesueshme, i ka bërë më pak të kushtueshme, i ka bërë fleksibël. Absolutisht në gjitha aspektet dhe kjo është arsyeja pse rinia është më ekspozuar kështu këtyre llojeve shërbime financiare, ndërkohë që brezi, mosha, të ardhurat pra e pakta ti munduash të jesh proaktiv, munduash të jesh investitor, por ama të ardhurat e shpenzimet, hallet familjare që po ndoshta ky brez mendon pak më shumë, a kalkulon më shumë riskjet, ndërsa të rinj ndoshta e marrin riskun më me edhe empirikisht dhe akademikisht është provuar që kjo ka lidhje me moshën. Pra, një investitor sa më afër ose një qytetar sa më afër moshës pensionit tjetër, aq më konservator bëhet, sepse mendon që nuk ka kohë. Nuk ka kohë dhe nuk guxon të riskojë, sepse nuk ka kohë ta rikuperojë këtë lloj gabimi. Ndërkohë që dhe kjo nuk vlen vetëm për Shqipërinë, kjo vlen gjithmonë. Ka studime empirike, akademike të bëra ndër vite dhe shekuj. Ndërkohë që investitor sa më i ri tjetë, aq më shumë guxim risk taker është, sepse mendon që edhe post më doli do kem mundësi ta rikuperoj, të bëj një investim tjetër, se kam kohë dhe mosh përpara. Kështu që sa i përket pjesës konsumatorit thash, pra janë dy lloj tipologjish, janë ata konservatorë që shpjegojnë sa të duar që keshi ka probleme, që nuk është mirë të mbajnë kesh, që është mirë të përdorin produkte financiare që më bazike, që te karta bankare, etj. Përsëri do preferojnë. Shumë ai shembulli i famshëm që edhe pse u bën me detyrim që pagën ta marrësh në llogari bankare dhe me kartë, qytetari përsëri me kartën shkon. Ka filluar të reduktohet ky fenomen, se është dhe çështje habitues, është dhe çështje zakoni. Të mësuarit në zakon. Njeriu do kohën e tij të mësojë, se njerëzit janë të ndryshëm dhe koha e të mësuarit, e edukimit financiar, e nxënjes financiare është pra kur ai e provon 10 herë apo 15 herë dhe kupton që është një veprim i kot, fillon avashavash dhe e përdor. Po humbet kohë, është ai ekspozimi, komision sërish. Janë shumë gjëra. Kështu që në këtë aspekt thash nuk i presim dot me thik, qytetarët dhe konsumatorët në Shqipëri janë të ndryshëm, megjithatë me kalimin e viteve shoh një qasje më proaktive drejt përdorimit të produkte bazike financiare, si janë karta kredit, karta debitit, edhe pse këmbëngul që ka një edukim financiar në nivele modeste. Për shembull, unë e them shpesh këtë gjë, shumë pak njerëz e dinë, konsumatorë, që nuk ka asnjë lloj diferencë mes të paguarit cash në një dyqan dhe të paguarit me kartë në një dyqan. Pra nëse ju blini një libër fjalabi në libraritë e Tiranës dhe çmimi është 1000 lekë të reja, një lloj të paguani. 1000 lekë të reja të paguani si paguat cash, si paguat me kartë, pra nuk keni asnjë lloj koste. Ka një lloj miti, një lloj perceptimi që po pagohem me kartë do kem komision. Jo, komisioni është i biznesit. Është biznesi që ka POS-ën, ka atë makinetën që i paguan bankës për një arsye të caktuar, dhe këtu është një tjetër çështje pasaj pse bizneset refuzojnë ta bëjnë, po qeveria së fundmi e bëri me detyrim që çdo biznes rrugëllim në Shqipërisë duhet të ketë një POS, pra duhet të ketë një makinetë dhe t'ia ofrojë si alternativë, jo ta detyrojë klientin, po si alternativë. Pra nëse klienti vjen në sportel, sepse ky është një argument i atyre që se përdorin, se thonë ne se përdorim sepse nuk ka biznesi. Tashmë nuk ka justifikime. Kështu do thotë, qytetarët duhet ta kuptojnë, sa më shumë të paguajnë me kartë, aq më mirë është për to, ndërkohë që nuk kanë kosto. Koston e kanë zero, nuk i diferencon asnjë lloj gjë. Pra janë element që janë krejt bazik. Ajo që mua më çuditë është që pse bankat nuk investojnë me një marketing të tillë, sepse në fund banka u intereson që qytetari të përdorë sa më shumë para elektronike, se ka shumë herë më pak kosto banka nga përdorimi
sa më i pakti keshit se sa vetë individi, se i rrisit janë më të mëdha për bankat se sa për qytetarët. Kështu që është një koncept, ose është një fenomen që mendoj do kohën e vet, her pas here, ose nga gjithnjë më tepër, diku me një lëvizje qeverisë, diku me një lëvizje bankës së Shqipërisë, diku sensibilizimi, këto podcaste që ndihmojnë konsumatorët të kuptojnë elementet bazik të shërbimit financiar, unë mendoj që situata do ndryshojë. Ndërkohë, besoj që brezat e ardhur, pra gjenerata Z dhe gjenerata Alfa, janë totalisht ekspozuar kësaj teknologjisë informacionit, dhe unë mendoj që do vi shumë e shpejt do jetë dita ku ne nuk do kemi cash në qarkullim, dhe çdo gjë do bëhet nëpërmjet atyre që janë instrumenta digjitale apo instrumente elektronik pagesësh. Shumë interesante shembulli që morët, sepse pranë qendrës konsumatorë shqiptar është ankuar një qytetare huaj, për faktin sepse një nga rrjetet e supermarketeve, dhe në fakt kjo ndodh kudo, nuk i lejonte që të bënte një pagesë në masën 500 lekë të reja me kartë. Dhe do me thënë dhe kjo nuk është i vetmi rast, kemi dëgjuar dhe kemi pasur dhe raste të tjera ku qendre biznese të caktuara apo tregtarë të caktuar, qofshin këto shoqëri tregtare apo persona fizikë, në terminologjinë e përgjithshme e biznese, të vendosin kufi në lidhje me vlerën e pagesës me kartë. Dhe kjo del pak nga diskutimi, po me qenë se erdhi. Kjo është shumë interesante sepse dhe unë e kam hasur si element, unë me sa informacion kam me licitacionin që mendoj që e kam të zhurnuar. Nuk ka një detyrim dhe kufizim të tillë. Pagesa juaj, kuptohet, kostot fikse që përdor POS-i janë standarde, dhe këtë nuk e modifikon dot biznesi, por kjo pikërisht kjo sjell. Unë mendoj që është një keq interpretim dhe keq përdorim i biznesit, sepse e din ata që fjala bie. Për çdo lloj transaksioni nuk e kam të qartë sa është kosta, po do ketë një kostë me 1 apo 2 euro. Kështu që nëse ti bën një shpenzim, ble një çamçakis 500 lekë të vjetra apo 50 cent, absolutisht ai për atë do ketë kosta. Kjo pjesë refuzon ta bëj, por në të ardhmen kjo do jetë e pamundur. Sot abuzojnë me këtë informacion, sepse nëse konsumatori do e kishte këtë lloj informacioni, normalisht do këmbgulte që unë do bëj pagesën etj. Mendoj që një farë keq informimi është dhe nga bankat, pra bankat i orientojnë vetë për u japin POS-et. Po për këtë nuk është se kam ndonjë provë, po që thjesht sepse perceptim. Jo, si është perceptim, unë kam biseduar shpesh me biznese që ma kanë bërë dhe mua nga e keni marrë këtu, po kështu na kanë thënë bankat. E kuptoj. Tash nuk e di nëse është gënjeshtër e bizneseve. Është kush kontraktor apo jo. Po pra, apo është kush kontraktor, se unë e kam parë, nuk besoj ti kush kontraktor, por në gjitha rastet, herën radh parë duhet, paktën tash ti shohim gjërat makro. Ne duhet gëzohemi që tashmë bizneset kanë POS-e. Pra sot ti mund të paguash me kartë. Pastaj pjesa e volumit, unë mendoj që është keq interpretim, diku me dashje, diku pa dashje. Ka dhe fenomene tjera akoma ekstreme, për shembull para 1 apo 2 vitesh, kur sapo filluan nëpër zona turistike, ku na edukuan turistët, dhe ky është element shumë i rëndësishëm. Pra, nganjëherë konsumatorit, e prandaj është shumë e rëndësishme edukimi financiar. Konsumatori i edukuar këmbë ngul. Vinin turistët dhe ai thoshte, unë nuk të paguaj kesh vëlla. Po më sill POS-in do të paguaj me POS, unë kesh nuk kam as lloj detyrim paguaj, unë nuk mbaj kesh të turist. Sepse nuk mban kesh as në shtëpinë e tij, as në vendin e tij. Është mësuar me atë lloj forme. Kështu që kjo çfarë bëri, edukoi biznesin që u dashka edhe ky lloj instrumenti, sepse ndryshe do ngelin pa klientel, se çfarë do ndodhte? Klienti do paguante si do paguante një herë, tjetër do vinte më aty, ai turisti apo tjetër. Do shkonte në vendin e tij të origjinës, do të bënte një vlerësim skandaloz, se atje konsumatorët funksionojnë. Po, është vërtet. Pra, një konsumator i pakënaqur i jep review. Unë personalisht e bëj edhe te një restorant në rrethinat e Tiranës kur ha një drekë, kur më lë shihet mirë apo shihet keq, nuk ka rëndësi, në të dy versionet e bëj review-n, sepse kjo ndihmon konsumatorët e tjerë, dhe konsumatori duhet të jetë sa më përfshirës. Unë prandaj thash, aktorët duhet të jenë përfshirës, nuk vjen e mira nëse secili zë atë cepin e tij dhe thotë ç'më duhet mua. Në komoditetin e tij. Absolutisht. Kështu që duhet patjetër të jemi dhe komentet e konsumatorëve ndihmojnë konsumatorët tjetër. Pra unë personalisht para se shkoj në restorant nuk e bëj aq kilometra për shkak nëse nuk shoh review, nëse nuk shoh eksperiencën që kanë pasur konsumatorët para me. Dhe kjo çfarë bën? Është një mjet presioni mbi ofruesin e shërbimit që të përmirësojë cilësinë. Qoftë ke pagesa, qoftë ti i thua dikujt që unë rezistoj aty nuk donin të paguonin kesh, unë nuk shkoj. Sepse e shoh që ai biznes ka probleme me këtë lloj pjese. Prandaj them që dhe rastet ekstreme ishin që u kërkohesh komisionin që konsumatori. Komisionin e paguan banka, unë i thash në aspektin e konsumatorit, këtë do ta dinë, ky është ligj, konsumatori nuk paguan asnjë lloj komisioni kur paguan me kartë në POS. E paguan biznesi se është me kontratë kjo pjesë, është kontraktuale. Kështu funksionon gjithë botën. Kështu që ata u chargjonin sipër, thoshte kush paguan me ashtu, më paguaj 3 euro ekstra.
Pra, atë komision që ja merrte Banka biznesi tentonte t'ja merrte, por thash qytetari që nuk e di e bën, qytetari shqiptar. Është e Por vërtetë. qytetari huaj rezistante dhe kishte denoncime nga më të ndryshmet, sepse ata E quajmë vjedhje, ëh? absolutisht vjedhje, absolutisht është abuzim. Është unë nuk jam jurist, po mund të jetë dhe çështje për Quhet vjedhje, domethënë absolutisht. pavarësisht vlerës. Dhe kjo është Nuk ka rëndësi, është thelbi, është Po, kjo është parimi. problematika, pra Është dhe me këto parimi. bizneset dhe Kështu që unë nuk e supermarketet. di të ketë një praktikë të tillë në kuptim juridike. Kështu që konsumatorët duhet të rezistojnë në këtë pjesë, nuk duhet pranojnë të kenë kosto ekstra. Dhe mund të pagojnë çfarë lloj vlere. Tashmë me sa diu me vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave për të pajisjen me POS është si ajo puna e kuponit, që thon po s'do dham kupon ditë pa paguar. E njëjta gjë është nëse biznesi reziston të mos pranoj pagesën elektronike, konsumatori mund të largohet pa paguar dhe nuk ka asnjë lloj pengese ligjore për këtë pjesë. Shumë interesante që pra janë sërish të huajt në një farë mënyrë që na kanë edukuar. Na ka thënë një kolege ime bankiere më thoshte që para 2 vitesh i luteshin me biznesit për t'i dhënë makinetën po e quaj makinet POS-in, makinetën e kartës, ndërkohë që sot janë bizneset në radhë, sepse normalisht pajisjet porositen 2 javë, duhet vinë me numër të caktuar, vinë me etj. Duan kohë standardizuar, duan 3-4 muaj, 3-4 javë të vinë. Kështu që përredhoi ka një radhë tashmë të biznesit që po kërkojnë të pajisen me këtë, sepse e shohin që qytetarët gjithnjë më tepër po i përqafon shërbime të tilla. Ndërkohë, unë nuk mund të rri pa thënë këtë, që institucionet financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë, që ofrojnë shërbime të pagesa elektronike, dhe quhen electronic money ose paraja elektronike, janë gjithnjë më tepër agresive në kuptimin e mirë të fjalës për t'i ofruar të shërbime për qytetarit, që sot ka aplikacione që ju mund t'i përdorni për të paguar dhe gjithnjë më tepër po gjejnë pranëshmëri edhe nëpër biznese të ndryshme. Pra kur shkoni aty, nuk keni vetëm atë makinetën e POS-it, po keni edhe ca logo të ndryshme të këtyre që mund të paguash alternativë të ndryshme dhe pastaj njeriu duhet edukohet financiarisht dhe të shohë cili nga subjektet ka komisionet më të lira. Që të përdori atë që i konvenon më tepër, atë që normalisht i rëndon më pak buxhetit i tij. Dhe kjo në fakt don informacion. Absolutisht. E tham që në fillim, edukim financiar është gjithë gama, gjithë procesi e para i njohjes dhe e dyta informacione, se mund t'i njohësh, po nuk je i updateuar me zhvillimet e reja. Kështu që janë elementë që shkojnë dorë për dorë me njëri tjetrin. Prekëm gjatë diskutimit në lidhje me situatën me parat cash, ku në kryesisht sot në botë pavarësisht vlerës, pra por ta lidhur me pyetjen e mëparshme, të gjithë përdorin kryesisht karta krediti dhe nuk është që mbajnë shumë para. Ndërkohë ne si shqiptar për të vërtetën, ndoshta është perceptimi im, po është i përgjithshëm, duam që të kemi para në portofol. Kjo ndoshta na jep siguri të paktën si e perceptojmë ne. Pjesën më të madhe të rasteve sikurse ju e përmendët, duam që të paguajmë cash, edhe në shumë nuk është se kemi shumë dëshirë për të paguar me karta krediti apo për të përdorur, shpeshherë konfondojmë, duke përfshirë dhe mua derisa marr gjithë informacionin, kur dalim jashtë paguajmë me karta debiti, ndërkohë që duke menduar që karta e kreditit, çështjet e sigurisë, ndërkohë që kanë element sigurie dhe si e gjykojnë ndërmjet dy marrëdhënieve. Çfarë duhet kenë në konsiderat? Pra si të spari deri tani rekomanduam konsumatorëve që të përpiqen që të paguajnë me karta, me mjetet elektronike, sepse kjo dhe ka më shumë garancie, për të mos pasur ndoshta edhe në rast vjedhje ose nuk e di, një vepër penale caktuar mos kesh para në duar. Çfarë duhet kenë parasysh konsumatorët për të parë se të lidhen një kontratë për një kartë krediti apo një kartë debiti dhe më pas do kalojmë pak tek kredia konsumatore. Atëherë, përqafimi s'ka problem. Janë të parë që ti ndajmë gjërat. Gjithmonë rekomandohet të paguhen në mjet elektronike dhe të shmanget përdorimi i keshit për shumë arsye. Dhe unë duhet ta them këtë pjesë. Keshi ka kosto për qytetarin dhe kostot janë nga më të ndryshme, fillojnë që nga fiziket, vjedhja, djegja, tërmeti, e një sër komponentësh, pra thjesht për kuriozitetin e qytetarëve tërmetet dhe para 2-3 viteve në Shqipëri ka plot njerëz që mbanin para kesh në shtëpi që i kanë humbur mes rrymojave. Po dhe këto kam për këto kisha pyetje. Probleme me djegjen e shtëpive etj kanë humbur kursime të mirë shtëpi apo kanë humbur të kursime të tjera. Pra që kur nuk rekomandohet që paraja kesh të mbahet shtëpi për këto rrisjet fizike që njerëzit nuk i mendojnë. Është absolutisht një risk shumë i madh. Unë personalisht do rekomandoja çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë të mos mbajë në shtëpi më shumë se 50.000 lekë të reja cash. Nuk i duhen më, flas. Jo ato që janë për përdorim përditshëm, nga rroga etj. Flas diku ato parat në një stek që ne e kemi të trashëguar. Me këtë frymën që na duhet që ti kemi për çdo rast. Kur mos mbani më shumë se 50.000 lekë të reja për shumë arsye. Para keni mjaft mjet elektronike që mund të paguani elektronikisht. E dyta, edhe sikur keni një ATM në çdo 100 metra, në çdo
200 metra në kudo edhe në lagjet më periferike të Tiranës. Ndoshta kjo nuk vlen shumë për qytete vogla në vend periferike të Shqipërisë, po ama në qendër të qytetit ka në të gjitha rastet ju mund të keni akses. Edhe sikur bankomatesh, këtë ma bëjnë pyetje shpesh, po kur mbarojnë paratë e bankomatit, absolutisht banka e ka elektronike informacion për çdo bankomat sa ka gjendjen. Ditën e hënë vjen blindi e karikon përsëri me para. Kështu që nuk mendoj se të duhen më tepër. Të një detaj të vogël se para 2 ditësh sqarova një kolegen time. Pjesa më e madhe e shqiptarëve, apo dhe ne kemi perceptimin që nëse oni përkas bankës X, nuk mund të marr se kam kosto në një ATM të një banke tjetër. Jo, kosto ka. Kosto ka, por varet nga nevoja që ke. Nëse ti ke nevojën e ke imediate, e kosto është e papërfillshme. Nëse nevojën se ke imediate, pastaj s'ka asgjë, o do kërkosh degën e bankës cilës i përket, ose do presësh, do gjesh një mënyrë për të paguar. Për shembull, të paguash me kartë s'ke nevojë të rresh kesh fare. Pra redukton këto kosto, ndërkohë që me kartë ke koston zero. Pra këtë duhet kuptojmë. Kthehesh dhe i bën presion biznesi, unë duhet të paguaj me kartë. S'ka asgjë të keqe. Pse duhet shkoj unë të kërkoj në një ATM të një banke që s'ka lidhje me mua, ndërkohë që në një bankomat, ndërkohë që unë shumë mirë mund të paguaj në biznes ku jam mund të paguaj me kartë. Pra janë ca elementë që tashmë po kopsiten. Pra sa nga presioni i institucioneve përkatëse rregullatore, Banka e Shqipërisë, qeveria, që po i bën disa gjëra me detyrim, unë personalisht jam kundër detyrime, imponime, por ndoshta në ca momente të caktuara duhen marr masa dhe po ecet në këtë drejtim, që mirë bëjnë. Ndërkohë që në anën tjetër po flisim për pjesën e keshit, thash ka një kosto të jashtëzakonshme për institucionet financiare. Të jashtëzakonshme keshi. Pra njeriu nuk e kupton, ti mund të kesh derdhur, ku di unë, 1 milion lekë të reja në llogarinë tënde depozituese në Tiranë, shkon me pushime në Saran, të duhen lekët, dhe ti mërzitesh, nevrikosesh sepse banka nuk ti e brenda ditës. Në Sarand janë parat e mia. Por asnjë nuk e mendon që ato parat vinë nga Tirana në Sarand, duhet punoj një 40 veta, duhet vi një mjet blind që mos ketë probleme me riskun, me vjedhjen e tij që të sjell paratë tuaja deri në Sarand. Pra janë element krejt të thjeshtë që nëse do kishi durimin më minimalist të lexonit, do e kuptoni që banka nuk po të mban paratë tuaja. Thjesht nga ana operacionale është vështirë, pra janë ca mite që krijohen, banka më mban paratë e mia. Banka është duke i shfrytëzuar as terminologjia. Banka absolutisht sot në Shqipëri bankat kanë problemet e tyre, por nuk është ky problemi kryesor. Prandaj them që njeriu duhet të jetë sa më edukuar që ta kuptojë ku fillon dhe ku mbaron e drejta e tij për të kërkuar diçka dhe pjesa ligjore. Pra banka jo më kot i ka të shkruar në ligj ato që kur do të tërheqësh para mbi një nivel të caktuar, duhet të mjaftosh një ditë përpara, 2 ditë përpara. Pse? Se ka të bëjë me planifikimin financiar, ka të bëjë me planifikimin e keshit. Pra keshi ka shumë kosto. Që vim ke pjesa që ju më pyetët në lidhje me përdorimin e kartave. Absolutisht, siç kanë shumë të mira pagesat elektronike, kanë dhe kostot e tyre. Kostot janë cyber security, pra ajo siguria elektronike. Shpesh herë njerëzit mund të bëhen pre e linqeve të caktuara, e klikimeve të caktuara. Mund të vidhen të dhënat personale, pini, puku, to kodet e përdorimit. Pavarësisht se bankat kanë investuar shumë në këtë drejtim, tashmë i kanë bërë, për shembull, kemi atë kodin me 2 faktor, pra i herë të parë do të jetë kodi, pra të del në web një vend ku të hedhësh kodin, kodi vjen me mesazh, pra e kanë diversifikuar, edhe sikur ti të humbësh telefonin, nuk të akseson dikush sepse do të vi mesazhi. Pra janë 2 elementë që duhet bën bashkë, e vinë nga burime të ndryshme, nga pajisje të ndryshme, në mënyrë që bankat verifikojnë që jemi të vërtetë ti. Pra, bankat po ecin në këtë drejtim, ne thjesht na duhet të edukohemi, të mësojmë se çfarë efektesh dhe benefitesh na sjellin. Duhet të jemi të kujdesshëm me faqet ku hym të bëjmë pagesa elektronike, nëse bëjmë pagesa elektronike. Normalisht nuk mund të besojmë çdo lloj shifre, duhet të jemi çdo lloj linku, është mirë të përdoren disa lloj aplikacionesh që janë mbrojtëse. Pra për shembull fjala bie PayPal-i. Nuk është për çështje reklame, po janë disa aplikacione ku ti fut brenda numrin tënd llogarisë dhe ai është si puna e arrës që vishet nga pra të mbron dhe ti hyn me PayPal, PayPal-i i verifikon vet webit problem. Dhe nëse webi është mashtrues, PayPal-i të kthen lekët, po si PayPal-i ka plot aplikacione të ndryshme, kështu që në të gjitha rastet duhet të jemi ne të kujdesshëm. Edhe në rast të se bëhemi pjesë e një mashtrimi dhe këtu për sqaruar të qytetarët, pjesë e mashtrimit bëhen dhe ekspertët. Edhe unë jam bërë pjesë e mashtrimit. Nuk kam se ndjeni infermier në këtë pjesë.
Por ama unë si një qytetar i edukuar financiarisht kam kërkuar dhe problem. Jam ankuar. Pra ka institucione ku ti mund të kërkosh. Shoqata juaj, ka regulatori, kanë desk, pra kanë emaile që ti mund të ankohesh. Në anën tjetër vetë subjekti, për shembull, ju përmendaj PayPal-in, nëse unë ka rënë rastisht njëherë ka bëri pagesë në Kinë, ishte një blerë e vogël, nuk më erdhi kurrë pajisja, u ankova te PayPal-i, PayPal-i më ktheu lekët. Se ka një fond garancia ata që sepse gjithë në tregjet financiare kryefjala është besimi. Qofse konsumatori humb besimin tek biznesi apo humb besimin tek platforma, nuk kthehet më. Kështu që çfarë bëjnë ata për të ruajtur këtë besim, ai të kompenson vetë, ndërkohë që çfarë bën i kthehet pastaj biznesit e hedh gjyq ose e rregullon në mënyrë të ose është duk fare e fut në blacklist dhe në listë. E dëmton në tërësi, domethënë jo vetëm për këtë. Në këtë aspekt qytetari, unë mendoj që qytetari duhet të jetë sa më informuar. Edhe një tjetër element që është parë së fundmi shumë, që duhet pasur kujdes, telefonata. Pra, her pas here bën telefonata, deklarohet që një fituesi një apo y çmimi, që ju duhen të dhënat e kartës, absolutisht mbrojtja e dhënave është një tjetër element shumë i rëndësishëm. Asa që është cyber security që mund të vjedhin passwordin e tjerë që bëjnë transaksione duke u hequr sikur jeni ju. Po që e rëndësishme është mbrojtja e dhënave, që është një element jashtëzakonshëm. Dhe ta kenë parasysh qytetarët. Kur institucionet financiare nuk kërkojnë të dhëna sensitive nëpërmjet telefonit, kur. Bëni kujdes me emailet. Pra ju duket sikur vjen nga banka, por kur e shihni emailin nuk është email zyrtar, pra përgjigjuni vetëm dhe mos jepni informacione nëpër email. Po shihni vjen nga një adresë zyrtare. Nëse është adresë me Gmail, nëse është adresë nga këto portalet e thjeshta që nuk janë emailet zyrtare të institucioneve financiare, do të thotë që duhet keni kujdes, janë scams pra skema mashtrimi që duhet keni kujdes. Keni kujdes nga premtimet e famshme që është investim i sigurt, hidhni paret këtu, do fitoni 100%, nuk ka norma kthimi 100%. Janë biznese jashtëzakonisht shumë të rralla ose janë okazione shumë të rralla që mund të ketë norma të tilla fitimi. Një fitim i shëndetshëm në ekonomi është një fitim që varion nga 5 deri në 15 apo 20%. Në rastin më të mirë. Po që edhe aty ka rreziqet e veta. Po që mbi 20% duhet të vinë një pikë pyetje të madhe atij lloji marketingu që po ju bëjnë, ai person se mund të jetë një familjar, Për shembull kemi këto skemën e famshme të lushnjës të Divjakës para një viti, e me radhë, pjesa më madhe ishin bërë pre e njohjeve të familjeve, ishin një rreth të caktuar, një grupim i caktuar që i bënte, ndërkohë që ishin gjithë të tjerë që ishin investuar, si kishte thënë Çuni Xhaj, si kishte thënë Goca Tezës, ndërkohë që asnjëri prej tyre ishte financiar. Kjo është më e bukur. Njëri ishte mësues gjeografie, tjetri ishte pra pa lidhje. Njerëzit nuk duhet të besojnë çdo lloj gjëje që pra me të vërtetë qëllimi i personit që u rekomandon nuk është negativ, se është njeriu juaj, po mund të jetë mashtruar ai dhe bën një pjesë e zinxhirit mashtrimit pa kuptuar as ju. Prandaj besoni dhe kontrolloni. Sot në moshën e internetit unë mendoj që është e pafalshme të bën një pre, pa verifikuar, se ka skema dhe shumë të brillante të maskuara që sado i zoti të tjerë, sado të përpiqesh verifikosh, mund të bësh pre. Nga kjo dëshira përfituar gjithmonë. Nga dëshira përfituar gjithmonë, se me zorë nuk të rreq njëri. Por këto baziket është e pafalshme dhe fatkeqësisht sa më i ulët jetë niveli i edukimit financiar, sa më i ulët jetë niveli i informimit që qytetari bën, sa më i vogël të jetë ose sa më i madh të jetë pasiviteti që ata kanë. Se ç'a ndodh? Një gjë që unë e perceptoj është kjo pjesa që mirë që mashtrohen, po dhe s'reagojnë. Mirë të hajtë. Ajo shumë e dhimbshme. Ose janë këto teori që edhe po reagova kushdo. Kushdo. Absolutisht. Ka të përfitoj. Duhet ta ngrejë zërin. Konsumatori duhet të ngrejë zërin, konsumatori duhet të jetë interaktiv, ato review që përmendëm, ato komente që bënin mbi biznese të caktuara. Ose kur mashtroni publikisht, për shembull, më vjen mirë që janë disa gazetarë për shembull që her pas here kur e heqin lëkurën e tyre, që mashtrohen nga një X subjekt, çfarë bëjnë? Bëjnë status në Facebook, informojnë publikun, mirë unë dojgja, thëmë së digjin ju. Dhe kjo është element shumë rëndësishëm, po dhe këtu pastaj është një kultura është një farë debati, është një farë debati, pastaj kthehen biznes dhe hedhin gjyq personal. Po, përprishje imazhi, cënim. Që ndoshta do ishte mirë të kanalizoheshin drejt institucione, drejt organizata mbrojtje e konsumatorit, drejt rregullatorit, drejt ekspertëve, sepse kështu mund të arrini të gjeni, pra edhe në mos marrësh të drejtën tuaj, të paktën ndizni një llamp aty tek rregullatori që ka një ligj ose ka një nën që duhet përmirësuar në mënyrë që të mbrojnë konsumatorët. Dhe nga ana tjetër çon një mesazh te konsumatorët e tjerë që mos bëni kujdes se mos ndiqni tjetër për shembull. Po. Në fakt një pyetje tjetër shumë interesante do ishte me kredit.
nëse mund ta prekim Po, sa do pak, patjetër. çështjen e kredive, çështjen e interesave, kostot reale të kredisë, do me thënë kredit që ofrojnë sot bankat, por dhe institucionet financiare të mikrokreditit në lidhje me kushte më të lehta ose ato që quhen si kredi më të buta, realisht i ndihmojnë konsumatorët apo shpeshherë konsumatorët futen më shumë në borxhe? Kjo është një pyetje që u nda në shumë copa. Ta marrim te borxhi. Borxhi nuk është një gjë e keqe. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Pra ne jemi rritur se është Ne jemi çështje rritur me kulturës. frikën e borxhit. Pikërisht pra, dhe është çështje kulture. Ne jemi rritur në një shoqëri, pra flas brezi jon, se fëmijët tanë nuk e dinë se çfarë është periudha e para 90-s, periudha e sistemit diktatorial. Jemi rritur në një filozofi komplet tjetër ekonomie. Pra është ekonomia centralizuar, ku nuk duhej kredia, sepse ishte shteti që mendonte për çështjen e tjetër. Kapitalizmi nuk është kjo gjë. Pra në kapitalizëm levat financiare janë instrumente financiare, është borxhi, është kapitali, është tregu etj etj. Është prona private, pra janë tjetër drivers, janë tjetër motor që e vën në funksion shoqërinë, ndryshe nga ai lloj sistemi. Në atë lloj sistemi ishte shteti që mendonte diçka, kështu që individi nuk i duhej gjithçka, shteti, ndërkohë që individi nuk i duhej të kishte rezervë më njanë, apo nuk i duhej të kishte kredi për të marrë diçka e me radhë. Pra janë dy filozofi dhe dy botë të ndryshme. Dhe ndoshta nga që prindrit tanë janë rritur në atë lloj sistemi, në atë lloj mendësie, këtë na ka injektuar ne, por shqyqysh Zoti ne kemi prerë filmin, ne nuk u injektojmë fëmijët. Pra ne u themi që funksionojnë ndryshe, lexoni, interesoni, përdorni teknologjinë, unë këtë u them dhe fëmijëve të mi. Ju keni shumë më tepër avantazhe se unë. Se unë kam akoma probleme me teknologjinë, sepse tash evoluon aq shpejt se ti nuk e kap dot ritmin, se janë këtë pjesë jemi të angazhuar. Ne duam libra fizik. Po jo, përveç asaj. Ajo është çështje e dëshirës konsumatore, e zgjedhjes konsumatore, por përveç asaj ne jemi të angazhuar me 1, 2, 3 punë për të siguruar fëmijëve të mirat e mundshme, okay? Ato që ne na kanë munguar ndoshta në fëmijërin tonë, okay? Kështu që nuk ke kohë. Pra dhe po duash nuk ke kohë. Le që pastaj zhvillohen aq shpejt sa ti nuk ke shanse, dhe që fëmijët e kanë kohën e bollshme, ato mësimin e kanë kohën e bollshme. Po janë shumë të avantazhuar. Kur vinë në moshën tonë, ato e kanë shumë kollaj të përdorin shërbime financiare moderne. Do e kanë shumë kollaj të testojnë çfarë është e vërtetë, çfarë është mashtruese. Ndërkohë që ne do na duhet çik kohë për këtë pjesë. Kështu që është çështje mendësie, borxhi. Në atë kohë ka qenë tjetër gjë, sot është tjetër gjë. Ama dhe borxh pafund, pra se është një përgjigje që nuk ka një përgjigje shablon, pra një pyetje që nuk ka një përgjigje shablon. Borxhi është i shëndetshëm sa kohë është i menaxhueshëm. Pra, doktrinat thon diku jo më shumë se 60% apo maksimumi 70% të aftësisë tënde paguese. Pra nëse ti i ke të ardhurat 1000 euro në muaj, mos u ekspozo më shumë se një kosto diku ke 700 euro në muaj, sepse të vret, okay? Kështu që e njëjta gjë për një biznes. Pra nëse ti ke asete 10 milionë euro, ti nuk mund të marrësh kredi më shumë se 600 apo 700 euro, sepse pastaj është e vështirë, bëhet kthehet në një kosto të jashtëzakonshme. Pra, norma jote e fitimit është shumë herë më e vogël se sa kosto dhe pastaj ania do mbytet se nuk ecën përpara. Kështu që borxhi është një koncept që do menaxhuar. Është një element që nuk është demon, siç përpiqen ta tregojnë disa, por në anën tjetër, edhe nëse ti nuk je i kujdesshëm, të rrëshqet situata nga dorë dhe pastaj është shumë vështirë për të rikuperuar. Zakonisht rekomandohet që norma e borxhit që ju merrni, pra këtu përfshi dhe kredin, duhet të jetë më e vogël se sa norma e fitimit që ti pret nga një investim i caktuar. Pra nëse ti do ndërtosh një fabrikë, që norma e kthimit të kësaj fabrike të biznes planit që ka bërë ekonomisti është 30 apo 40%, një kredi në nivele 15% është e logjikshme. Por nëse ti pret 15% dhe kredin e merr 20%, pastaj bie që po bën një transaksion me humbje dhe asnjëherë nuk mund shpenzosh më tepër se ç'ke. Kështu që borxhi është një koncept që është pak më shumë i menaxhueshëm. Pastaj çfarë folim diçka tjetër? Në lidhje me kredit. Me kredit. Unë personalisht hyj tek njerëzit, po ndoshta kjo vjen nga që e njoh shërbimet financiare, që unë e bekoj kredin. Unë jam një person që nuk kam lindur në Tiranë, ndoshta si shumica prej nesh. Patjetër. Por për fatin tim të mirë, kam përdorur produkte financiare dhe sot kam bler 1 apo 2 asete që më kanë rënduar nga pikpamja e buxhetit personal për aq kohë sa i kam mbyllur, por sot fëmijët e mi trashëgojnë një aset dhe do nisin, nuk e nisin me minus siç e ka nisur ose nga zero, po e nisin plus. Po e nisin me plus dhe ky është element shumë i rëndësishëm. Kështu që ndërkohë që shpeshherë u them njerëzve, atyre që e refuzojnë borxhin, është ajo çështja e kulturës konservatore që përmenda, u them që një herë që raja normalisht dihet që është i kosto, është i para e hedhur dëm dhe nuk kthehet kurrë, por edhe në aspektin e
se nuk janë kundër blerjes së asete, por thonë të shtrydhemi, të jemi të kujdesshëm kursejmë. Kursimi të zgjat në kohë. Pra, është si të thuash, do kursesh 20 vite me radhë për të blerë një shtëpi mas 20 vite. Ndërkohë që kredia ka një koncept tjetër. Kredia të jep mundësinë që ta marrësh që sot, të përfitosh në 20 vite, pra të jeton më mirë, jeton më fëmijët të kenë cilësi jetë më të mirë. Pra ke pak siguri në mekanizmi, ndoshta sepse shpesh herë bëhet ky simpliciteti, më mirë kursej dhe e blej, se sa ta marr sot me kredi dhe paguajnë çik më shumë. No. Ti po blen edhe mirëqenien tënde dhe njerëzit të duhet ta kuptojnë. Pra, merrni dy familje, unë këtu u thon dhe studentëve shpesh, merrni dy familje, një familje që kursej 20 vite për ta blerë shtëpinë pas 20 vitesh, po ama jeton shumë keq sot. Po jeton ngushtë në dhomë kuzhinë, familja, fëmijët rriten, nuk mund të jetojnë në të njëjtën dhomë me prindërit e tyre me radhë me radhë. Dhe merrni familje që kanë marrë kredin sot, kanë marrë një shtëpi më të gjerë, më të madhe dhe fëmijët rriten më me cilësi, kanë kohë të studiojnë, kanë mundësi etj etj. Pra kuptohet paguan çik më shumë se ti po blen mirëqenien tënde dhe edhe në doktrinën ekonomike mirëqenia e individit është elementi kryesor që është motori kryesor i një shoqërie. Pra nëse individi punon gjithmonë pa shijuar diçka, pa pasur një rritje të benefitit të përfitimit dhe mirëqenies së tij, atëherë kuptoni bie që thjesht ka rruptuar jetën, ka shpenzuar një jetë të tij në kot. Siç ishte modeli i sistemit komunist më parë, i cili normalisht kishte shumë herë më tepër kosto njerëzore se sa përfitimi që era shoqërisë. Po në fakt, pra kredia, unë mendoj që nuk është djalli. Okej. Duhet të jenë të kujdesshëm. Kjo ishte pyetja. Po, duhet të jenë të kujdesshëm. Cilat janë elementet kryesorë që duhet ketë në konsiderat një konsumator? Sepse kjo lidhet me transparencën e bankës, lidhet me informacionin që ka vetë qytetari ose konsumatori që do të marrë, por nga ana tjetër edhe me ca detyrime të tjera ose me kosto të fshehura. Për thënë vërtetën, nga vitet kostot e fshehura janë përmirësuar në sensin që janë shumë pak ato kostot që konsumatori nuk arrin t'i kuptojë, por banka i ka në favor të saj. Atëherë, janë rreth parë duhet të fillojmë që nga vetja mendoj unë. Janë rreth parë qytetarët duhet heqin dorë nga mendësia që t'i bëjnë llogarit bankës. Ne kemi zakonin shqiptar të bëjmë llogarit tjerëve. Ne gjithmonë kur tentojmë përpara se të shkojmë në një bankë, pjesa më e madhe qytetarë, fillojmë mendojmë sa i paguaj unë bankës. Nikoj që kjo nuk të duhet. Pa ti duhet shohësh, ky aseti që kam gjetur, kjo shtëpia që dua të blej, të rris mirëqenien time, të fëmijëve etj etj. A më vlen? A i kam lekë për ta blerë? Edhe po ti kem, do i marr një pjesë nga vllai nga motra, po vllai motra nuk t'i jep 20 vjet lekët. Të japi 1 vjet, 2 vjet, pra duhet shohësh të mirat dhe të këqijat, të mos bësh llogaritë e bankës. Sepse bën llogaritë e bankës duke thënë që banka i merr lekët me depozita me 1 apo 2%, ndërkohë që ne kredin e jep me 7 apo 8. Por harrojnë që në atë diferencë që duket e madhe, banka ka shumë kosto. Është përmendet kosto sigurie, kosto stafi, e me radhë me planifikimi, shumë gjëra. Kështu që unë mendoj që këtu duhet fillojmë herë parë. Nuk duhet bëjmë llogaritë e bankës apo llogaritë institucionit financiar. Ne do shohim ky lloj transaksioni na levërdisne apo nuk levërdisne. Pra, çfarë fitoj unë nga ky lloj transaksioni? Pra, nëse unë marr këtë kredi dhe marr këtë shtëpi apo marr këtë makinë apo marr këtë tokë apo bëj këtë biznes, to janë benefitet dhe çfarë kosto kam që i paguaj bankës apo institucionin financiar me të cilin po negocioj. Këtë do të shoh qytetari, mendoj e parë. E dyta pastaj kur vjen momenti për të nënshkruar kontratën, ka element, norma interesesh kryesorja, por unë mendoj dhe kjo është një këshill miqësore që unë ja jap shumë miqve që më pyesin për këtë gjë, plus minus të njëjtat norma janë. Pra, çudia më e madhe është diku ke 0.5% diferencë që në afatgjat as të ngres të ul, sidomos për ata që nuk janë bankable, pra ata që nuk kanë marrë ndonjëherë kredi dhe hyn për herë parë në sistem, kjo është qesharake. Është shumë e rëndësishme që ata të hyjnë. Nuk ka rëndësi nëse e marrin me 8 apo e marrin me 7.5. E rëndësishme është të hyjnë, sepse fillojnë të ndërtojnë një historik financiar. Fillojnë e lënë gjurmë në një sistem që do u duhet në të ardhmen edhe herë tjerë. Ose ka raste për shembull që u sugjeroj miqve të mi që merrni kredin e parë, futuni në sistem, se pastaj sistemi t'jep opsione të tjera. Pra ti mund marrësh dhe një bankë tjetër me një normë tjetër më të mirë kredie, mas 2 vjetësh dhe ti çfarë bën? Merr kredin e dytë, mbyll të parën, pra ja shet kredin. Pra ama përfiton sepse ul kostin, ul shumë gjëra. Por ama je në historik. Tashmë në sytë e bankës së dytë je shumë herë më i besueshëm, pse se ke 2 vite që ke lënë gjurmë që je korrekt të pagesa. Pra duhet parë dhe në këtë konveshtrim. Konsumatori nuk e sheh në këtë konveshtrim, për të vërtetë. Kjo vjen nga edukim financiar, pra është njeriu duhet të informohet. Unë merrem për shumë me interesa dhe kosteve. Po. Unë merrem me gjërat. Varet pra, këtë po them pra, ekonomia është në varësi të personit me cilin flasim, pra është diverse. Kështu që nëse njeriu s'ka marrë asnjëherë kredi,
absolutisht një herë parë dia prioritet hyrjes në sistem, futjes së këmbës në sistem, sepse është një element shumë i rëndësishëm. Rrugës është ajo përfshirja financiare, ka instrumenta, ka mekanizma që japin mundësi ti minimizoj kostot e këtij lloji transaksioni, sepse rrit dhe besueshmërinë në sytë e institucioneve financiare. Nëse ti flet me një biznes që e ka kredinë 15, absolutisht ai shef edhe atë 0.25 në diferencën, absolutisht. Shef edhe komisionin e mbylljes. Një tjetër element i rëndësishëm mendoj unë, që u duhet thënë qytetarëve është unë për vetë do sugjeroj të merrin sa më afat gjatë. Sepse ka një tendencë që ti marrin sa më afat shkurtër për ta hequr sa më shpejt sepse është frika e borxhit, është mendësia, që mos rrim ngarkuar me borxhe që tjetër. Unë sugjeroj gjithmonë të kundërtën, sa më afat gjatë që banka ua jep kredin, aq më është pse? Sepse kjo t'jep frymarrje ty si konsumator t'jep frymarrje. Pra duke shkuar drejt një kosti më të ulët në një afat më të sepse sa më afat gjatë kosti bie më i ulët. Në qoftë se ti je aq i vullnetshëm dhe aq i sigurt në vetë që do kursesh, pra nëse ta bëjmë pak më të thjeshtë. Prezumojmë. Pra nëse e ke marrë një kredi 10 vjeçar, nëse marr kredi 10 vjeçar do bie kosti 400 euro në muaj. Nëse merr 20 vjeçar do bie 200 euro në muaj. Unë sugjeroj versionin e dytë. Merr 200 euro në muaj. Ti thua unë mund të paguaj 400, shumë bukur. Ato 200 në tepër ruaj diku në një vazë më njan. Dhe kurdo që bëhet një sasi, gjithmonë banka të jep një derë që ti të paguash para kohe. Dhe kjo derë është edhe pagese përkohshme, edhe pagese plot. Pra ti mund të heqësh një pjesë të principalit dhe ul detyrimin ndaj bankës. Pra, gjithmonë e ke një exit, e ke një dalje, ndërkohë që nëse si ti zgjedh versionin e parë 10 vjeçar, në një moment të caktuar mos e dhën Zoti, sepse jetojmë në një botë me riskje. Mund ngelesh pa punë. Mos e dhën Zoti, njëri nga anëtarët e familjes mund të sumuret, të kesh shpenzime ekstra nëpër spitale me radhë dhe kjo të pamundson të paguash kostin. Po ajo kosto që të vjen. Një kosti të vetëm. Ajo kosto që të vjen nga mos pagesa është jashtëmasë shumë e madhe, se ti fillon të njollosesh në atë marrëdhënie e besimit të sistemit. Kjo është element shumë i rëndësishëm. Unë sugjeroj të merrni sa më gjatë që e banka, se ti mund duar shumë gjatë për bankës ta jetë, sepse gjithmonë mund dalësh përpara. Pra ti e merr kostin 20 vjeçar, unë jam i bindur janë të pak pothuajse nuk ekzistojnë njerëz që e kanë marrë 20 vite një kredi. Gjithmonë kanë kursyer, janë strapacuar dhe e kanë paguar para kohe, po ama e kanë pas të opsion. Ndërkohë që po e morë të shkurtër, bankës nuk shkon do t'i thuash një ditë bukur, shiko, ma ndaloti mua këstin se unë nuk e kisha menduar, po ngela pa punë 3 muaj. Jo, këtë nuk e bën dot. Pra ne them që duhet t'i krijojni fleksibilitet vetes, sa më shumë afatgjatë, sa më të vogël këstin dhe pastaj normalisht mos abuzoni, kurseni që të paguani sa më shpejt. Një tjetër indikator, absolutisht. Një tjetër indikator, edhe kjo ka të bëjë me planifikim, pra janë dorë elemente që konsumatori të di, planifikim financiar, planifikim shpenzimesh, marrëdhënie mesardhore, shpenzime familjare me radhë. Duke marrë përsipër dhe riskjet, të gjërat që janë të duke menduar riskjet. Prandaj tham, edukimi financiar ka të bëjë me informimin në lidhje me riskjet dhe informacionet dhe njohuritë. Pra janë 3 komponentë që janë të lidhur me njëri tjetrin. Ti mund të kesh informacion, por mund të kesh njohuri, por s'ke informacion të updateuar. Në anën tjetër ti nuk parashikon dot riskjet, asnjëri nuk i parashikon dot. Jetojmë një botë rrezikoze, ti del në rrugë dhe përplasesh me diçka që s'e kishe parashikuar. Ndodhi Covidi, janë ato që në ekonominë e quajmë mielma të zezë, nuk ka mielë të zezë, po mielë me zezë diçka që vjen jashtë logjikës së tregut. Covidi s'e kishte parashikuar askush. Do të duhet gjithë bota. Po si Covidi mund ndodhin shumë gjëra tjera. Prania e luftrave tani është një risk. Pra, njeriu konsumatori duhet i krijojë sa më shumë hapësirë vetes, sa më shumë fleksibilitet vetes në mënyrë që të jetojë në mënyrë komode dhe të shtri kostot në kohë, sepse kjo i jep një farë besimi tek vetja dhe një farë fleksibiliteti, një rritje mirëqenies individuale. Një element tjetër prapë që duhet parë në kontrata mendojnë është ajo që quhet penaliteti, ose kostoja nëse ti paguan para kohe, jo se të vret, por që duhet parë tregu. Pra, zakonisht bankat kur t'i japin një normë interesi të ulët, tentojnë që penalitetin të ta bëjnë më të lartë. Mund negociot. Janë disa elementë që negocion, por ndoshta norma interesi nuk e negocion dot me bankën, pak për individët flas, se ndoshta korporatat e kanë të luks, se bëhet fjalë për sasi të mëdha kredie. Individi nuk e ka luksin. Njerëzore, korporata ka informacion. Individi nuk e ka luksin të negociojë mbi normën, po mund negociojë tash me kohën, mund negociojë me këtë pjesën e penalitetit që ta reduktojë, sepse është kosto, kurdo që ti ke mundësi të shlyesh një pjesë principalit para kohë, nuk ke pse paguan penalitetet. Një tjetër gjë që ndoshta individët nuk e dinë është që ke kësi kredis, zakonisht bankat gjithmonë tentojnë që ta shkarkojnë pjesën më të madhe të interesit në vitet e para, që do të marrin interes. Dhe ky është një element ligjor, sepse çfarë ndodh, principali hiqet, pra ty të duket fjala bie, nëse ke këstin mujor 100 euro të një kredie, banka të merr 90 euro interes dhe 10 euro principal.
deri në një Muin tjetër e ke, ku diun, 15 euro principal e 85, sepse tenton të shkarkojë interesin mirë interesin e Pse? saj. Sepse rrugës me kalimin e viteve individi mund të ketë ardhurë të tjera dhe mund ta mbyllë kredin para kohe. Principali nuk falet kurrë. Edhe në çështje gjyqësore, ju një juriste, në çështje gjyqësore gjithmonë principali, edhe po u falen kamatvonesat, falen interesat, që janë shumë pak për bankën, dhe që principali nuk falet kurrë. Edhe kur vjen puna tek ekzekutimi kolateralit ose thon popullosh i pengut që kalon në shtëpi, që kalon qytetari, gjithmonë hipotekën, gjithmonë principali qëndron. Kështu që banka tenton të marrë një herë lekë të interesave, ose po ndodhi kjo që u përmenda, del një bankë që ofrojnë normë të mira, dhe ti ç'a bën, mas 3 ditësh tenton ti ikësh, shet të kredi dhe kalon te banka tjetër. Banka e parë gjithsesi interesat pse më të madhe ta ka marrë. Pra, edhe ky është një element shumë i rëndësishëm që po kjo është në çdo bankë, këtë nuk e dëshoj. Po kjo nuk negociohet dot. Sepse kjo është sjellja e bankës, që fillimisht merr. Kjo është sjellja që është një instrument, i tillë është formatuar produkti, nuk është vetëm në Shqipëri, kredi, por ama individët duhet i dinë këto gjëra, sepse u duket se ku pagojnë të njëjtin kësaj ç'bëri, se pagojnë drejt, jo. Janë elementë që janë të rëndësishëm. Cili është miti financiar më i madh që duhet ta rrëzojmë sot? Mite financiare në varësi të shoqërisë ka plot. Po diskutojmë çik për këto mite financiare në Shqipëri, absolutisht miti kryesor është kesh është brend. Është një shprehje që unë kënaqem fare kur e dëgjoj, kesh është mbret, unë i përmenda dhe nuk dua t'i kthem më herë. Keshi ka jashtë shumë kosto. Ju lutem refuzoni sa më shumë përdorimin e keshit për të mirën tuaj, por edhe të shërbimit për të gjithë ekonomisë e më radhë. Ky është element shumë. Por ka miti bankat po na vjedhin? Ka mite plot. Bankat po na vjedhin, për shkak një mit që ne përmendëm. Bankat nuk të vjedhin një herë të parë, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që duhet të them, sepse bankat, të paktën në sytë e rregullatorit, janë shumë të rregulluara. Çdo kontratë shikohet nga Banka e Shqipërisë, nga rregullatori, çdo normë e caktuar shikohet nga rregullatori, kështu që i kanë të publikuara në webet e tyre. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Pra, sot mjafton të googullosh, të kërkosh, të informosh dhe merr vesh sa kushtojnë. Ajo që ne kemi problem, që njerëzit nuk dinë ta ndajnë, pra u duket sikur i vjedhin banka, por nuk është kjo. Ndoshta kostot e shërbimit financiar janë pak të larta, por kjo nuk vjen se bankat vjedh, apo se banka nuk ka qenë transparente, apo se banka nuk i ka publikuar këto dhëna. Se tash, në asnjë vend botës kur ti shkon në sportel nuk të thotë sa është komisioni. Është e vërtetë. Ai duhet supozohet që di vet, supozohet që i ke lexuar, supozohet që merr informacion. Dhe ata kanë me detyrim të publikojnë. Absolutisht ka një terms and conditions apo kushtet e punës. Çdo bankë ka të detyrueshme ta publikojë. Edhe sa herë azhërnon, tashmë është bërë me detyrim të ta dërgojë dhe me email. Me email dhe me mesazh. Por ne nuk i hapim asnjëherë pjesën më të madhe kohës. Por të paktën kur bëjmë një transakcion, mirë është që ti dim këtë gjëra. Kështu që është element shumë i rëndësishëm. Pra banka nuk të vjedhin. Ama thash, kostot financiare, dhe këtu bjem dakord gjithë, lëm për dëshiruar, dhe kjo vjen në gjykimin tim, mendoj nga mungesa e konkurrencës, por edhe një farë mënyre edhe nga pushteti që kemi dhënë vetë bankave. Është kjo pjesë që përmendë. Pra unë personalisht pa dashur të bëj refraktarin e sistemit bankar, unë personalisht përdor këto instrumente të tjera elektronike, qoftë për të bërë konkurrencë bankën, në mënyrë që ta kuptojnë që nuk e kanë të gjithë tregun për vete. Ka mite pastaj nga më të ndryshme të tipit, për shembull, që më pëlqen shumë siguracioni i shkopsh. Siguracioni është kot. Është kot. S'kam se paguajmë siguracionin, se është kot. Për siguracion e makinës apo të shtëpisë, shëndetit? Të gjitha. Domethënë ju i siguroni? Absolutisht po. Edhe shëndetin? Absolutisht po. Edhe shëndetin. Sepse më ka ndodhur që kam përfituar. Pra nuk do të presim deri në momentin që ta ndodhi për të paraprit. Sepse sigurimi në vetvete është një shërbim financiar që ka të bëjë me transferimin e riskut. Çfarë bëj? Paguaj një shumë të vogël sot në mënyrë që të shmang një probabilitet të një ngjarje jo të këndshme në të ardhmen. Për shembull sëmundjet apo analizat apo ku diun. Vazhdoj të këmbgul që shërbim financiar janë më të shtrenjta në Shqipëri. Pra nëse do e krahasoja veten me një vend tjetër që paguan ku diun 100 euro ndoshta, po me të vërtet po të ndodhi diçka i merr mbrapsht ndoshta edhe 10 fish më tepër benefitet, nëse s'të ndodh pas është ky debat tjetër. Ndërkohë që ne këtu në Shqipëri paguajmë pak, shumë pak herë i marrim mbrapsht, nuk përjashtoj faktin që institucionet financiare janë abuzive deri diku, atë sorollasin, krijojnë burokracia, kërkojnë shumë dokumenta më radhë. Por kjo nuk e shmang faktin që me të vërtet siguracioni të duhet, në disa elemente është jashtëmase shumë rëndësishëm. Ndoshta në vlera të mëdha me aksidentet e me gjërat e me radhë njerëzit kanë përfituar, me të vërtet kanë humbur njerëzit e tyre, por kanë përfituar,
ose për shembull sepse nganjëherë njerëzit veç kur e provojnë e kuptojnë rëndësinë e një produkti financiar. Për shembull, me që ti miksojmë çik, me që përmendëm kredin, ke pas plot bashkëshort që kanë siguruar jetën, deri diku ja u ka kërkuar banka, po banka e kërkon vetëm njërit, por disa të zgjuar janë siguruar të dy bashkëshorët për kredin dhe në momentin e ndarjes nga jeta e njërit nga bashkëshorët, paktën pesha nuk i është se mirë atë qash bashkëshortin që humbi, atë qash shtëpinë që t'ikën, se s'paguan dot kredin dhe detyrimin në vazhdim që ke me fëmijët. Kështu që njerëzit nuk duhet të tentojnë të kursejnë për gjëra të vogla, ndërkohë që probabiliteti ndodhjes së gjëra të mëdha është shumë herë më i madh. Unë për vete i nxis që përdorimi i shërbimeve financiare të jetë jashtëmase shumë i rëndësishëm. Ndërkohë, një tjetër element që mendoj që duhet ka një koncept për shembull, një tip miti që thonë që investimi është vetëm për të pasurit. Jo. Me të vërtetë investosh në gjëra të mëdha të duan shumë para, por jo, investimi vim ke përfshirje financiare, ka produkte financiare që të mundsojnë të investosh me 10 euro në muaj. Me 1.000 lekë të reja në muaj, ti mund të bësh pjesë një fondi pensionesh. Është një formë investimi. Edhe ky koncept jam se pensioni është larg. Ose këta janë këto mitet. Sa para marr kesh në dorë nuk më duan sigurimet. Jo, janë element që janë shumë të rëndësishëm. Sigurimi, pensioni janë element shumë të rëndësishëm. Ne duhet mendojmë për ditën kur dalim pension. Ndoshta kemi të vështirë të negociojmë me punëdhënësin, sepse është dhe çështje kulturës, informalitetit, kontekstit ku je. Pra ti nuk e ke luksin të negociosh me punëdhënësin tënd që të japi të gjitha të ardhurat me bankë, të paguajë sigurimet me të vërtetë për pagën që ti merre me radhë, pra ta minimizon pagesën sigurimshërore, që do të thotë më pak pension për ty në të ardhmen, mas 30 vite. Sepse sot ke një nivel më të lartë rroge kesh. Por, përfshirja financiare, tregu financiar ofron shërbime të tjera, ofron sa skema pensionesh private, të cilat të mundsojnë që në mënyrë vullnetare, pra termin e kanë skema pensione vullnetare, vullnetarisht mund derdhësh një kontribut që nesër pas nesër ti shtosh ti pensionin shtetëror. Pra e ke një alternativë. Ti bësh të dyja paralel dhe duhet ta bësh. Nuk është se është një shifër që do marrësh në një gjë kushtetësisht madh, por gjithsesi është një element zbutës. Pra janë disa gjëra që unë mendoj që fillojnë me ne, kështu që të qenurit investitor jo domosdoshmërisht do thotë ke shumë para, mund të interesohesh, mund të gjesh mekanizma, mund të bësh pjesë e institucione financiare dhe një rekomendim tjetër që patjetër duhet jenë institucione financiare licencuara. Kur mos u besoni njerëz që ju thonë telefon që jemi një institucion financiar i licencuar në Angli, në Amerikë, në Afrikën e Jugut, no. Çdo lloj shërbimi financiar në Shqipëri është një shërbim i rregulluar, që do të thotë licencohet dhe mbikëqyret nga entet rregullatore. Ose është Banka e Shqipërisë, ose është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Kështu që çdo lloj institucioni financiar që pretendon të ju shes një produkt, të ju shes një shërbim, duhet ta ketë emrin tek njëri nga faqet e internetit, o te Banka e Shqipërisë, o tek AMF-ja. Kështu që nuk mund të mashtroheni. Pra ju mund ta dëgjoni për edukat tjetër në telefon, pra më hyni googloni, shihni filan subjekt që ju tha që po ju shet një produkt financiar, po ju shet një skem investimi, po ju shet diçka. A është me të vërtetë licencuar nga rregullatore apo jo? Do unë po flas për subjekte licencuar. Por kur them bëuni pjesë një fondi pensioni, bëuni pjesë një fondi pensioni privat që është licencuar nga rregullatori, që mbikëqyret nga rregullatori, që ka transparencë maksimum 10 kuçona të fondet dhe sa e ke normën e kthimit. Pra ti merr një mail rregullisht në mënyrë periodike se sa u investuan, se sa është norma e kthimit e me radhë. Koncepti privates është një tjetër mit, ose një tjetër mit që unë e dëshiroj shumë është ku është shteti. Pra ne vazhdojmë akoma me teorinë ku është shteti, sepse jemi në ekonominë e tregut. Shteti ka rolin e vet rregullator dhe mbikëqyrës, por ama individi është pjesa më e rëndësishme në ekonominë e tregut. Pra është individi që duhet ti çfarë bëre për veten tënde. Pra, ti nuk mund të thuash që ti shkon, po e bëjmë pak më thjesht, ti shkon e bllokon kolektorin në mes të fushës atje dhe kur e di shumë mirë që kolektori është një kanal shkarkues i ujrave kur fryen lumet, prejnë me radhë. Dhe një ditë të bukur, pasi e ke ndërtuar shtëpinë aty atje, një ditë të bukur kur ti përmbytesh, u bën shteti, pse nuk mendoj shteti për mua? Ose nëse polica e sigurimit, kompania e sigurimit që ka siguruar vjen e sheh që ti ke ndërtuar diçka që ka shkaktuar dëmin, normal që s'paguan. Po këtë nuk ta ka fajin kompania e sigurimit. Pra, janë ca elementë që fillojnë nga vetja. Kështu që unë mendoj që jo çdo gjë do ta presim më shtet, por që janë rreth parë të fillojmë, që tek edukim financiar, tek reagimi si konsumator. Këmbëngu që reagimi si konsumator është një element shumë i rëndësishëm. Njerëzit me neglizhencën e tyre ose
tërheqja më njan, ç'më duhet mua, nuk zgjidh ndonjë gjë, no. Asnjëherë, gjithmonë kur reagon, dhe reagimi sot, ndoshta dikur ka qenë vështirë të reagoje, se s'kishe informacione të duhur, nuk kishe institucionet e duhur, po sot edhe rrjetet sociale janë një instrument shumë i mirë reagimi. Dhe t'jeni të bindur që ju kontaktojnë vetë. Nëse ju reagoni për diçka, ju kontaktojnë vetë shoqatat, ju kontaktojnë vetë që në mënyrë që ta institucionalizoni këtë lloj marrëdhënie. Pra, unë mendoj që individi në shoqërinë tonë duhet të jetë një qenie aktive, një konsumator aktiv dhe një konsumator pasiv, për të mbrojtur të drejtat e veta, ose qoftë për të informuar, se kur ankohesh, ndoshta s'ke të drejtë, por të paktën nga një njerëz që nuk është palë me, pra nëse ti ke një ankesë ndaj një banke dhe ti ankohesh, merr një, si më thënë, ekspertizë, me një informacion që ti nuk e dije, nga një njerëz që nuk është palë, dhe ju thotë që këtu keni të drejtë, këtu nuk keni drejtë, dhe atë paktën jeni një qenë që nuk ka kanë hedhur, ose rasti më i mirë pastaj fitoni të drejtat tuaja, ju paguhen mbrapsht komisionet, shpenzimet. Faleminderit shumë për këtë bisedë të vlefshme. Ky episod i podcastit Safe Cons trajtoi sot në mënyrë të detajuar, le të themi aq sa mundemi brenda kohës, rolin e edukimit financiar dhe se si edukimi financiar dhe përfshirja financiare ndikon në vendimarrjen e konsumatorit, ose si elemente të tillë sikurse janë kredit, kartet e kreditit, investimet ndikojnë në jetën tonë dhe si mundemi që jetën tonë ta menaxhojmë të shkojmë drejt sigurimit të ardhurave dhe jo shkaktimit të dëmeve. Dhe në fakt, episodi synon që të ndërgjegjësoj të gjithë qytetarët, të gjithë konsumatorët, por deri diku ndërgjegjësuam dhe bizneset dhe përfshim dhe institucionet publike. Zoti Gjergji, duke të falenderuar, një mesazh të fundit për të gjithë ata që na ndoqën sot. Mesazhi është informohuni dhe adresoni shqetësimet që ju keni. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, ky është sezoni i dytë, episodi i parë i podcastit Safe Cons. Ju ftojmë të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, në website-in qksh.org. Ju ftojmë që na ndiqni në Facebook, Instagram dhe LinkedIn, si dhe na shkruani. Si gjithmonë mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Na ndiqni në episodin e radhës.